Mirëmëngjesë të dashur Luan. Do bëjmë një mesazh në fakt të dy nga letrat astrologjike që janë Oracle dhe Lenormand që janë post Oracle. Po ju lë këtu që të shikoni dhe janë kundërta asaj çfarë jeni duke bërë dhe çfarë duhet bërë. Është kjo këtu tregon në fakt letra parë dhe e dyta janë një kombinim shumë të fortë që flet për rritje të shpejt pas pastrimit, se është një fshes këtu nëse e shikoni. Pas pastrimit të asaj që nuk po i shërben më. E them në këtë fjalë që por kjo ka shumë domethënie. Fati yt, e mira jote, po kërkon hapësirë. Shpeshherë tani ta marr me një shembull kotë, vetëm t'ju parafroj për atë çfarë po mendoj. Jeni me një person që keni ngecur së bashku për shkak të rrethanave, për shkak të fëmijëve, për shkak të me ekonomisë, për shkak të çfarë do lloji. Thjesht një shembull që më do thot ajo patjetër, mund të jenë shumë gjëra tjera. Dhe është derë mbyllur për një dashuri të re, absolutisht. Nga që është derë mbyllur, jeni me dikë tjetër, është derë mbyllur për gjëra të ndodhin ndryshime në atë që keni ngecur, do thot duhet hapur ajo derë pas pastrimit. Do thot është një tregues i bollukut, fati të mirë dhe përparimi që po vjen drejt teje të dashur Luan, por ky fat kërkon një hapësirë të pastër për të hyrë dhe nuk bashkëjeton, nuk mund të vi. Se shpeshherë themi, po ja, unë po e dëshiroj dhe unë po ashu. Ja, aty ku është energji e ndenjur, ku, si që thot letra, bashketon me energji të lodhura, marrëdhënie të dëmshme, apo zakonet që po të pengojnë. Dhe pra, kjo nuk vjen. Duhet është simboli pastrimit të menjëhershëm, konfrontimit të diçkaje mes teje dhe asaj, apo atij, apo situate, ndarjes nga diçka që përsëritet dhe ju ka lodhur, mund të tregoj tension, por është edhe thirrje për veprime të prera dhe të shpejta të dashur Luan. Pra, duhet të hiqni dorë nga gjërat që po përsëriten, edhe nëse të duket e vogël, bëj pastrim fizik në kuptimin nëse është nevoja, ambienti emocional, mendime, ndjenja dhe lidhje të vjetra, mos e shty vendimin që ke në mendje prej kohësh, ai është çelësi që do të hap rritjen tënde. Fati nuk të pret, ai hyn sapo ti të pastrosh vendin që ky apo kjo, si do të shtameni, të ulet aty, këm kryq, kjo kërkon, për jo, pa u bërë kjo këtu.